absolutisht është gjëja më themelore. Gjëja më themelore. Po s'votojnë ata. Ku e lërën Vučići këte me votuën? S'votojnë kurse si. Këta nuk guxojnë. Më shkruan të dje një mik për genocidin ai shqiptarëve, nuk janë të reja, janë prore. Ti ke dekretuar genocidin grek najçanëve, po. E kam dekretuar. Tivari, akti të mërshëm genocidi, cili do që lexon. Luma, unë ju bëj thirrje të lexoni, është nga genocidet më të para. Dhe çfarë shkruaj? Ata që e panë, thuajt, u kryen krime, thot, të panjohura, kur më parë në të gjitha luftrat para kësaj lufte. Ai kujt? Ai fshatarëve të pobregut, të Kullës Lumës, të atyre fshatrave, për faktin se kishin mbrojtur vendin e tyre një vit më parë. Një vit më parë, ata thyrën, torturuan, një ushtri që kishte vërshonte drejt Shqipërisë vetëm me një qëllim që Shqipëria të mos shpallë dot pavarësinë në nëntor të vitit 1912. Pra, Edi Rama dhe kur unë, ta dini se një gazetarë, e kisha ngritur këte, dhe unë jam për që rezolutat quhet për genocidin ciklik të serbëve ndaj shqiptarëve, ose të paktën të rrim të Kosova. Po genocidin i serbë ndaj shqiptarë është ciklik. Këto janë, po ka dhe në vitit 870, janë të njohura, barbarit që kanë kryer ndaj nesh. Dhe ky zotëri flet për luftën, por mbron me qëndrimin e tij genocidin e kryer ndaj shqiptarëve në Kosovë. Kjo është e gjithë puna. Unë jam mahnitur, veçarisht më kanë bërë përshtypje ato zonjat aty, grato, nëna me fëmijë. Të shkojnë, të vizitojnë muzeumin e barbarive mbi fëmijët në Kosovë. I garantoj se do kthehen krejt tjera. Edhe u shërben shumë. Se me këtë shplarje truri që u ka bërë Edi Rama, të ardhmen e kanë shumë problematike. Faleminderit.